Zoti Lamallari është bërë ministri i brendshëm, e kishit zëvendës ministër atje, se edhe ky ka thyer rekord zëvendës ministër. Po. Do doja një si keni punuar, si kanë qenë marrëdhëniet tuaja me zotin Lamallari? Është njëri shumë korrekt. Më ka rënë rasti të punoj drejt për shkak të, po them... Jo, të rrim edhe njëra tjetër, lutem regjia, te ku ishim? Për shkak të portofolit që kishte zoti Lamallari në Ministrinë e Brendshme. Po, te zoti Lamallari, ja vetëm një sekond sepse regjia e kaloi. Te fotoja që ishim, po komentonim foton me zotin Lamallari. Ja këtu, okay, po. Po dhe? Atëre kam punuar nga afër me zotin Lamallari kur ai kryente detyrën e zëvendës ministrit të brendshëm. Ministrinë e Brendshme, njëri shumë korrekt, shumë i zgjuar, shumë punëtor. Shumë punëtor. Shumë punëtor ishte. Si do bëj detyrën e ministrit? Të ministrit të brendshëm. Po të brendshëm, se drejtësisht punoj. Unë uroj që të dali me sukses nga Ministria e Brendshme, se Ministria e Brendshme është nga ministritë më të vështira që ka qeveria, po themi. Atëherë tani të lutem regjia foton e ministrave të brendshëm, se kemi edhe këtu një gjë shumë interesante zoti Nano. Tani, mirë drejtorët e policisë nuk i duan kryeministrat, por edhe ministrat e brendshëm, 9 ministrat brendshëm. Sajmir Tahiri, Fatmir Xhafaj, Dritan Demiraj, Sandëlleshi, Bledi Çuçi, Talon Balla, Ervin Hoxha, Albana Koçiu. 9 ministra ndërkohë sa drejtor? Dhe 68 është Lamallari. Se kemi edhe Lamallari 68. Se kanë dhënë këtu Lamallari. Që nga 2013 them. Do ndryrimin e pushtetit. 9 drejtor përgjithshëm të policisë dhe 9 ministra të brendshëm. Nuk kam ndonjë koment lidhur me këtë. Jo, do të kesh një koment për këtë. Kjo është sekret. Jo, nuk ka lidhje sekreti, kupton, sepse këto por 9 ministra të brendshëm, po çfarë do bëj ministri i brendshëm? Pozicioni i ministrit të brendshëm është pozicion politik. Po. Dhe e vendos qeveria, po themi. Po drejtori i policisë. Ka një sekond, nëse flasim për ministrat e brendshëm është gjë tjetër. Flasim sepse ministri i brendshëm është në pozicion politik dhe në aspektin e kabinetit qeveritar, po themi. Po. Ka ndryshime për shumë arsye. Është politik, okay. Është politik dhe tu ka dhe Ali Kazazi që kanë ndërtuar vetëm disa ditë, për shembull, ministër për shkak të rrethanave në 97-ën. Po tani në vitet 2000 tani të rrin ministri. Shikon, për mendimin tim edhe kjo lëvizje e shpesh se ministrave të brendshëm nuk i shërben fare, sepse policia është pjesë e Ministrisë së Brendshme. Dhe ministri i brendshëm është patjetër ai institucioni politik, po themi, që bën politikat e qeverisë, por pjesë e saj është edhe policia. Që do të thotë, nuk është të thënë që televizion kaq shpesh për të pasur rezultat. Unë përkundrazi mendoj që duhet të kenë më tepër qëndrueshmëri në detyrë, që ne të shohim rezultate. Shiko, ka një diçka. Kur qëndron shumë detyrë, edhe kërkesa ndaj vetes bëhet më e madhe. Sepse kur e merr detyrën do fillosh të krahasosh me vitin paraardhës, apo jo? Ka qenë tjetër. Sa unë ministrat e mendoj kështu. Sa mendon ministri që është ministër, e heq kryeministri. Po. Tani çështja është që do fillon dhe krahason punën dhe arritjet me një vit më parë. Ndoshta me atë që ke zhvendosur, por si të bësh 2 vjet në punë, do fillosh të krahasosh vitin e dytë të punës tënde me vitin e parë të punës tënde. Do që do patjetër që të kesh një farë zhvillimi që ti të krahasosh me veten tënde. Dhe kjo të bën më tepër këmbgulës dhe kërkues në atë që do të arrish. Dhe në vitin e tretë të punës, patjetër do krahasosh me 2 vitet e para të punës. Dhe kjo është një do krahasosh rezultatet e vet punës tënde. Po, okay, po zoti Nano, në 68 ministra në historinë 114 vjet të shtetit shqiptar, kemi dhe një statistikë tjetër. Nga viti 1910 deri më sot, kemi 30 ministra të brendshëm në 36 vjet. Tani fal tani. Sa i bie çdo ministri? Po sa i bie? Një vit e shumë pak. Thash pra, është një institucion. Sajmir Tahiri është rekordmen. 3 vjet e gjysmë diçka e tillë, 3 vjet e është një institucion që është pak specifik, po themi, për nga jo vetëm për nga rëndësia dhe për nga problematika që trajton. Dhe thash edhe një herë, nuk kam ndonjë koment, por vetëm e gjë është që mua më vjen keq që ndrohen kaq shpesh sepse nuk i shërben. Nuk i shërben. E dëmton. E dëmton patjetër.
Tani ka një ministër brendshëm që doni ta spikasin? Nuk kam edhe... Grand Mostruqja, Eredin Shyti, Bayram Myzeiri, Vladimir Hysi, Bashkim Kopliku, Agron Musaraj, Halit Shamata, Belur Çelo, Ali Kazazi, Neritan Ceka, Periklit Teta, Petro Koçi, Spartak Poçi, Ilir Gjoni, Stefan Qipa, Luan Rama, Iglit Toska, Sakol Oldashi, Bujar Nishani, Lulzim Basha, Flamur Noka, Semir Tahiri, Fatmir Xhafa, Dritan Demiraj, Sandëlleshi, Bledi Çuçi, Tavlan Balla, Ervin Hoxha, Albana Koçiu. I vetmi Fatmir Xhafa që është 2 herë për shkak të një qeverisë teknike, po themi në atë kohë. Nuk mund të ndaj dhe të veçoj në një nga ministrët. Dhe nuk kam në koment, jo. Sigur të them unë një emër, ty nuk do ta komentoj për shemb. Jo, unë komente kam për secilin prej atyre që unë njoh dhe kam lexuar, sepse jo me të gjithë kam punuar, por nuk kam në koment veçantë dhe nuk mund të shquaj, po themi... Titulli më i bukur i largimit dhe temërimit i ministrit, ja kam thënë këtu Spartak Poçit, që e justifikon dhe këtë atmosferë se si ikin, ishte ikëm Koçi, vjen Poçi. 50 me 51. Ikën Koçi, vjen Poçi. Këto janë tituj mediatik. Po jo tituj mediatik, po kjo tregon edhe për këtë që thash. Që, pa... Nuk ngro as koltukun, as karriken, ministri. Okej, foto tjetër. Tani, kjo është Qerovoda. Ky është qyteti im, po që nga dhe qyteti yt. Ti je nga Skrapari? Origjina e 2 prindërve të mi është nga Skrapari. Nga cili vend? Babai ka lindur në Potom, në fshat. Po? Kështu që ti që nga qytetar nga Qerovoda, po. Në origjinë kemi nga fshati. Po? Më pas janë transferuar në Tiranë. Po? Arsimuar, shkolluar në Tiranë. Babi oficer policie. Oficer policie. Po mamaja? Po, mamaja ka punuar në financë. Në financë. Financiere. Si quhet mamaja? Antoneta. Antoneta. Dhe babi? Agron. Agron. Po? Kështu që ata të dy për shkak të punës, sepse thash edhe nga nëna kanë qenë ushtarak me detyrë, po? Dhe ndërkohë familja gjyshi, domethënë, ishim me punë në Shkodër. Po? Dhe prindërit e mi janë njohur në Shkodër. A janë njohur në Shkodër? Ndërkohë dhe babai punonte në Shkodër. Ti ku ke lindur ti? Unë kam lindur në Shkodër. Ti ke lindur në Shkodër, a? Do të jesh shkodran nga Skrapari. Po, unë jam nga gjithë Shqipëria, me thënë drejtë, dhe nuk më ndaj dot asnjë qytet ku kam lindur, jetuar dhe Ti ke lindur në Shkodër? Atëherë unë kam lindur në Shkodër. Po? Dhe në moshën 5-6 vjeç jemi transferuar në Elbasan për shkak të punës babait. Po? Dhe kam kryer shkollën tedhjeçare aty dhe më pas gjimnazin dhe arsimin e lartë në Tiranë. Kështu që kam shumë respekt dhe nostalgji për secilin vend ku kam jetuar dhe punuar. Edhe për Shkodrën dhe për Elbasanin? Edhe për Shkodrën dhe për Elbasanin. Edhe për Tiranën sigurisht. Edhe për Tiranën. Tani për Skraparin çka ke? Ke një gjë për Skraparin? Atëherë shiko, kjo është origjina e të parëve të mi dhe mua kur më pyesin çdo kujt I them jam me origjinë nga Skrapari. A kështu I thua? Dhe unë nuk e mohoj, po them me krenari origjinën. Do nuk thua nga Shkodra e nga Elbasan. Ti thua jam nga Skrapari. Jo, sepse në Shkodër linda për shkak të rrethanave familjare. Dhe jam larguar 5 vjeç, pavarësisht se kam respekt, konsiderat, kam shumë miq. Si e mëroi Edi Rama një Skrapalin krye të drejtorisë të policisë? Nuk e di, ndoshta se ti ishe mëruar ti në kohën e Ilir Metës, do thoshin e bëri këtë Skrapaliu. Ndoshta ka ngatruar ajo vendlindja, nuk e di. Vendlindja e Shkodrës? Jo, e bukur kjo. Kjo ishte batut kjo. E them për humor, e ka thënë edhe Tan Hoxha këtë, unë them për humor, por çështja është që patjetër që kryeministri ka informacion të plot për secilin nga ata që mendon të ketë kandidat. Ka rënë një bisedë, I ka thënë kryeministri që unë jam nga Skrapari? Jo, nuk mbaj mend këtë kemi diskutuar në herë për. Detyra jote nuk ishte pse ishe nga Skrapari apo nga Shkodra apo nga Elbasani apo nga Tirana, s'ka lidhje ajo.